Edi ecën gjithë ditën i shqetësuar nëpër shtëpinë e Big Brother, duke mos ditur çfarë të mendojë për largimin e papritur të Dolces. Në mendjen e tij ka nisur të krijohet një mjegull dyshimesh, sepse largimi i saj ishte kaq i shpejtë, kaq i pazakontë dhe pa shumë sqarime nga produksioni. Ai vazhdimisht shikon rreth e rrotull, sikur pret që ajo të dalë nga ndonjë derë, por ajo nuk shfaqet kurrë. Ai fillon të mendojë me zë, pse iku kaq shpejt? Mos ka ndodhur diçka tjetër? Mos po ma fshehin diçka? Si ka mundësi që Dolce nuk më la një mesazh, një shenjë, asgjë? Banorët e tjerë e vëzhgojnë dhe e kuptojnë që Edi është pothuajse duke shpërthyer nga pasiguria. Ai nuk rri dot i qetë, nuk fle mirë, nuk ha shumë, thjesht mendon dhe rri i përhumbur nëpër obor. Ndërkohë, ai nuk e di që Dolce nuk ka ikur për ndonjë arsye të keqe apo të dyshim. Ajo ka shkuar në Grande Fratello Italia. Një mundësi e madhe për të, por që produksioni ende nuk ja ka zbuluar Edin për ta ruajtur surprizën. Edi bisedon me disa prej banorëve dhe ua shpreh frikën, kam një ndjesi të keqe. Sikur Dolce ka ikur për ndonjë arsye që unë nuk e di. Ndihem i humbur. Nuk dua të besoj gjëra të këqija, por nuk kam asnjë informacion. Ata përpiqen ta qetësojnë, por Edi është një shpirt shumë i lidhur me të dhe s'mund të gjejë paqe pa e ditur të vërtetën. Por momenti i vërtet i madh do jetë kur produksioni, në një puntatë të veçantë, do t'i tregojë Edin pamjet e Dolces në Grande Fratello Italia, duke i thënë se ajo nuk është larguar nga ai apo prej ndonjë problemi, por thjesht ka marrë një hap të ri në lojën dhe rrugëtimin e saj. Reagimi i Edin kur ta marrë vesh do jetë një përzierje emocionesh, çlirim, habi, krenari për të dhe ndoshta edhe mall i thellë. Ai ndoshta do emocionohet shumë, sepse do kuptoj që ajo nuk ka braktisur asgjë dhe as nuk ka pasur ndonjë arsye të fshehtë, thjesht e ka marrë një mundësi të re që i është dhënë. Ai me siguri do thotë, më në fund mora vesh të vërtetën. Më ra një.